Subjekti radhës është lëvizjave vendosje, subjekti politik I certifikuar ka dorëzuar listën e kandidatëve me gjithësi 110 kandidat. Lista me kandidat është verifikuar sipas dispozitave ligjore të përcaktuara në lineën 30 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Nga të dhënat e verifikuara, rezulton se asnjë kandidat nuk vjen ndesh me dispozitat e përcaktuara në lineën 30 të ligjit për zgjedhje. Zyra I rekomandon procedurës që certifikojë listën e kandidatëve me 110 kandidat të subjektit politik lëvizjave vendosje. Nëse s'kam të një koment, e jetë vërtim, për, një më vota për, certifikohet lista kandidatëve lëvizjes vendosje. Pozdrav za sve prisutne. Želim da prenesem uznemirenost bošnjačke zajednice. Oštro osuđujem pokušaj koalicije Vakat da kontrabanduje I da falsifikuje bošnjačku listu, gdje na svoju listu ubacuje ljude iz druge zajednice, u ovom slučaju nekoliko osoba iz albanske nacionalne zajednice. Na taj način želi da utiče na bošnjačku javnost, na volju građana bošnjačke nacionalne zajednice I time da uzurpira zagarantovana mjesta koje pripadaju bošnjačkoj zajednici. Poštovani članovi CIK-a, ovo nije prvi put da bošnjačka zajednica je na ovaj način manipulisana. Od 2019. godine redovno smo meta napada od svih strana. Kao što znate, mislili smo da je poznati slučaj Adriane Hodžić stavljena tačka na ovaj slučaj, međutim, ipak I na ovim izborima smo meta I postoji slučaj Adriana Hodžić 2. Međutim, sada pod imenom Rasim Temiri. Ova manipulacija koja se dešava bošnjačkoj zajednici da kontrabandovanim I falsifikovanim glasovima iz većinske albanske zajednice unese se na listu bošnjačkoj zajednici, to je direktni atak na Ustav Republike Kosova, gdje u trećem odjeljku Ustava jasno kaže koje su prava zajednica. A članom 64, tačka 2, paragraf 2, jasno se ukazuje da bošnjačka zajednica ima svoje predstavnike za garantovano mjesta 3 pozicije u Skupštini Kosova. Međutim, iako sam pre ove preporuke dao dovoljno dokaza da postoje kandidati albanske nacionalne zajednice na listi bošnjačkih partija, sekretarijat po mom viđenju u stvari samo je olako prošao preko tih informacija. Poštovani mediji, poštovani građani, ovo je najveći falsifikat koji se nudi, odnosno jednostavno potura bošnjačkoj zajednici da se na taj način mogu uzurpirati mjesta I da na sljedećem sazivu Skupštine mogu predstavljati 3 čovjeka albanske nacionalne zajednice I potpunosti uzurpiraju ova mjesta. Poštovani predsjedavajući, u ovom slučaju direktno ja vas optužujem da ste saučesnik u ovome, zajedno sa direktora za kancelariju, jer svojim nečinjenjem, kao što znate, Zakon o krivičnom postupku kaže I kada ne činite, ne preduzimate stvari, vi dozvoljavate da se krše prava određenoj zajednici. U ovom slučaju dozvoljavate I ponašate se umjesto kao sudija, apelacionog sudija, vi se ponašate kao sudija jedne fudbalske utakmice I kažete ja ću da pogrešim pa neka VAR soba to preispita. To je nedopustivo I ja iz ovoga apelujem na sve članove CIK-a da ne dozvole da se usvoji ova lista, jer ova lista je falsifikat, ovo je poturanje bošnjačkoj zajednici I ukoliko se usvoji ova lista, nama ništa ne preostaje drugo nego jednostavno da bojkotujemo ove izbore. Zahvaljujem. Drejtor, për çka është fjala edhe a jenë vërteta këto që kolegu I ngriti? Na e kemi komunitetet jo shumis, e kemi vendet e garantuar. Tash nëse vazhdojmë me këtë tradit, me marrë një person, një kandidat, nëse është bosnjak, nuk ka problem. Veç nëse është prej komunitetit shumic, nëse vjen partit tjera që janë komunitete shumic, një kandidat prej komunitetet jo shumic, veç me arë një kandidat prej komunitetit shumic, edhe me kalu, se edhim sa jemi me numrat,
me kalu kryetarin partis, me marrë vendin e deputetin prej komunitetit jo shumis, ky tradita nuk është normal, edhe na si komuniteti turk, partia si komuniteti turk, ose boshnak, ose rom, kemi me pas problem ma vonë për vendet e garantuar. Unë nuk njofi këtë kandidatin, nuk njofi, veç nëse është boshnak, nuk ka problem. Nuk mundemi me thonë që është boshnak nëse ka lind Sarajevo. Për shembull, naj kandidat shqiptar ose turk ka lind Beograd. Çka mundemi me thonë? Nuk është që ka lind Sarajevo edhe është boshnak. Duhet ose ajo, ose na si institucion me kërku tamam qysh e ka komunitetin ai qysh ka deklaru, si ka deklaru vetën boshnak ose prej komuniteti shqiptar. Unë nuk besoj që nuk mundet agencioni për regjistrimi civil mos me dhonë se na jemi institucion. Duhet me pas diçka qysh me verifiku na, se unë jam kundër kryetar, nuk mundem me votu këtë propozim. Kemi situatat ndryshme, po agencioni statistikave nuk ja jep se cilit institucion dhe se cilit individ dhanat personale të dikuj, mirë po ja jep gjykatës. Kjo është domethënë e domosdoshme. Unë nuk po du me hy as si deklarohet një njeri, as si ndjehet një njeri. Ose janë dy gjërat ndryshme, domethënë, për arsye të ndryshme, juridike deklarimi mundet me qenë tjetër edhe ndjenja mundet me qenë këtë tjetër. Edhe nuk kemi drejt me hinë këto. Unë është e drejtë e se cilit personalisht. Edhe me u deklaru, edhe me u ndje bash ashtu, të më thonë qysh është, edhe jam shumë i lumtur që në Kosovë mundet me bo ato. Edhe me u ndje, edhe me u deklaru bash qysh do. S'ka ndonjë presion. Nga krejt ato shka i dëgjova, edhe prej drejtorit, edhe prej kolegëve, sinqerisht unë mendoj, pa dosht me hy personalitetin e personit, mendoj se nuk jam, unë për vetin nuk jam i gatshëm me qu dorën për apo kundër. Sinqerisht po e them, domethënë se hiç jam i bindur. Edhe në këtë rast, s'jam as me qu dorën kundër. Kjo është një situatë, domethënë ku as unë e qoj dorën kundër, as për. Unë abstenoj për arsye se nuk i kam informatat e plota që mund t'i ketë një institucion tjetër që është gjykata. Po faleminderit edhe një herë për krejt sqarimet, për krejt dokumentet, hulumtimin, edhe mendoj që është shumë i drejtë, edhe shumë i mirë, edhe reagimi i kolegut, natyrisht që është me vend, duhet me pas parasysh këto edhe i kolegit. Unë s'kom ndërhyjtë e besi asë njëherë lidhur me këtë mandim. Veç pak. Ajde tash ta... Me nuanca pak ta... Aje ka irritimin që është i drejtë, do më thonë politik, për shkak të vendeve të rezervuara në Kuvendin e Republikës Kosovës. Ajo në gjitha veprimet e ti, krejt në përputhje me pritjet tona, është një çështje tjetër. Nuk i di edhe unë që kisha veprue, edhe aj, unë po them, edhe jo me akuzat ndaj kryesuesit, që ti s'mundesh me reagu, as ndaj drejtorit, do më thonë, po na nuk mund t'ja caktojmë njerëzve që reagojnë bashkë krejt, sepse po të reagonin këtë njerëz siguron e këtë e këshin pas emnin Sami Kurteshi. Po kërkush se ka, heq. Prandaj edhe unë e pajtohem me këtë shumë llojshmëri edhe me një personalitet, me një drejt njerit me u deklaruar, pa pas presion, pa pas kurgjë. Kam thonë që kam me votu kundër, tash kam marrë një mesazh
Sramota ovo što radiš Müfera, hoćeš da ti Ena dovede majku koja je rodila u CIK. Rasim Demiri. Jo, kam nevoj. Kam nevoj. Mirë, Müfera, po vazhdojmë me pikat e radhës të agjendës. Mirë, po vazhdojmë na me Müfera, si institucion i kemi disa obligime për administrim zgjedhjeve, çështjet që janë private ju kisha lutë. Është po Müfera, tu kisha lutë. Nëse ka ndonjë element kërcënimi, tu kisha lutë i drejtohesh policisë, prokurorisë, edhe miren ata me këto mesazhe. Kemi shumë punë për me bo lidhur me procesin zgjedhor. Ju kisha lutë po vazhdoj me agjendën. Edhe unë po kam çështje private, familjare, s'po mu marrë me të. Jo, as privat nuk është, as familjare. Kopet kemi votu, ç'është kemi votu? E kemi kryer këtë çështje. E diskutojmë prapë me ta. Nuk ka nevojë edhe qytetarët me jemi boshëm kësi pa toksicitete. Po vazhdojmë me... Kolegi është pak ma e ndishme, se munden që veç ajo bërë mesazhe. Jo, ketë në marrë. Atë bojmë pra një pauzë 10 minutë edhe 5 deri në 10. Veç duhet me vazhdu me takit.